Këta menojnë që ashtu kur bisedoj ti thush presidentit për një punë, thotë unë kam fabrikën, i kam 50 punëtorë, unë shoh Olleqi, po ti Olleqi 50 punëtorë, pa ta punëtor. Punëtor mundesh gjithkohon me shtime punu, ama futboll s'mundesh gjithkohon me lu. Kryesit s'ki çfarë mesazhi kur ta dish që nëpër kryesit klube po dihet kush po vjen, nuk po vinë ata që dinë ta Olleqin sporti, po ata që po kanë parë. Kanë bizneset e vetë, edhe ata tash vinë edhe menojnë që ashtu ka fabrikë edhe lojtarët e trajnerët do të mi krahasu sikur punëtor të fabrikës, ose të krahut, ose të ndërtimor. Futbollisti o futbollist, ai ndërtimori është ndërtimor. Do të mi dallu. Këta menojnë që ashtu kur bisedoj ti thush presidentit për një punë, thotë unë kam fabrikën, i kam 50 punëtorë, unë shoh Olleqi, po ti Olleqi 50 punëtorë, pa ta punëtor. Punëtor mundesh gjithkohon me shtime punu, ama futboll s'mundesh gjithkohon me lu. Ata po marrin çdo që si aspekti po menojnë. Po mas pari do të më bëhet një tenan Kosovë po mungoj shumë gjëra, do të bëhet, do të më pas edhe shoqatën e trajnerëve, për mbrojtjen e trajnerëve, për shembull që kanë nëpër plot shtete të tjera. Faktikisht tenan nuk të ekzistuaj, edhe pse në letër thonë është, po unë s'di që ka dalë shoqatë e trajnerëve i kanë ndihmuar në ndonjë trajner diçka për çështje probleme, se kjo është për shembull çka po ndodh në Kosovë është sikur me Prishtinën që ndodh me Arsim Taçi, tash me mua, me atë tjetër kanë me ndodhur plot si probleme. Për shembull, i ka trajneri pse për çefit dikujt as si shkon për çefin udhëtësi dhe do të më largu trajneri. Faktikisht nuk pikëshyrin fort rezultatet, po pikëshyrin i natët. I natët futboll nuk mundesh me pas sukses. Na për shumë për shembull dritat që organizon mirë Ballkani, që shkojnë organizime të mira kanë suksese, për çka shkojnë? Se ata nuk pikëshyrin këto sene kush lund tek lund. E meriton lund, se meriton në tribinë. Këto tena jo. Ka shumë presidenta që i këshyrin këto sene shumë. Kanë qef, kanë lidhet ja familjare, ja shoqëri me lojtarë, tash ai do të ma dhe me lu, as dhe me lu, ai do të me lu. E kështu, unë tregova më atë, unë jam të pi trajner që nuk i leja këto sene. Nuk i leja këto sene, se mas pari do të kesh gjëna për atë sportistat tjerë që ushtrojnë, që vinë rregullisht stërvitje. Derë dhe njerëz se do vinë që nuk vinë stërvitje dhe do të me lu, ato unë nuk e leja. E të Dinamo ka ndodhur kjo. Për çfarë arsye edhe unë jam larguar.